Kemi folur në fillim të periodit, dhe kemi folur dhe herë tjera vazhdimisht, që krishterët e shikojnë jetën e tyre si udhëtim. Udhëtim drejt një qëllimi të caktuar, një destinacioni përfunditar, që është takimi i gjallë me Zotin e gjallë, ditën e Pashkës. Dhe periudha e periodit është periudha më intensive e këtij udhëtimi. A nëse ne do të daleshim në çdo të diel, në çdo ungjell, atëherë do bëhet më e kuptueshme dhe mesazhi i ungjillit dhe jeta jonë do merrte një kuptim akoma më të madh. Në dielën e tretë të Kreshmës, që është mesi i Kreshmës, ne ndalemi te kryqi. Dhe një procesion me kryqin vjen rrotull kishës dhe këndojmë dhe themi që kryqi tënd po i fali për Zot dhe ngjalljet tënde të shenjtë lavdëroj. Gjithë tonet e këndimit nuk janë tonë e hidhërimi dhe trishtimi, po janë tonë e gëzimi dhe fitoreje. Dhe po të dëgjonit kanonin e ditës së sotme, ka po të njëjta tema si kanoni i Pashkës, që është dita e ngjalljes së Zotit. Dhe kryqi del përpara nesh për një arsye shumë të rëndësishme. Nëse ne do e kishim marrë seriozisht jetën tonë dhe shpëtimin tonë shpirtëror, e nëse ne do i kushtoheshim i Kreshmës, jo vetëm thjesht nëpërmjet ushqimeve, por edhe nëpërmjet meditimit dhe pendimit, atëherë do të fillonim të ndjehemi pas 3 javësh lodhjen e parë. E lodhja mund ta dekurojë njeriu. Dhe kisha ngrej kryqin pikërisht për ta dhënë një simbol shprese, një simbol fitoreje. E nëse të lexonim sinaksarin e kësaj dite, thohet pikërisht kështu. Ashtu si njeriu thotë që udhton, thotë për një kohë gjatë, thotë një shpejt, thotë vështirë, thotë, dhe është i lodhur, thotë dhe i jetur. Ashtu dhe ne gjatë Kreshmës të udhtojmë në një shtetë të vështirë dhe mund të jemi të lodhur e të ndrobitur. E kur takon një njeri, thotë që udhton në shkretir, thotë, një pemë, thotë, pushon prasmia e saj dhe freskohet. Ashtu dhe ne ngrem kryqin, pemën e kryqit për t'u freskuar dhe për t'u rigjallëruar përsëri. Ky është kuptimi i ditës së sotme. Kryqi si një vend freskimi dhe një vend rigjallërimi për çdo secilin nga ne. Dhe ungjilli i sotëm është një ungjell që lexojmë disa herë gjatë vitit. E Zoti na thotë ne kushdo që të ndjeki pas mua, le të marrë pas mbi veten e tij kryqin e të vijë pas meje. Sepse kushdo që të shpëtojë jetën e tij do e humbas. Ai që do e humbas për mua dhe për ungjillin tim, thotë Zoti, do e fitojë. Ungjilli i sotëm pikërisht na tregon këtë që kryqi është një instrument shpëtimi dhe instrument shprese. Dhe kryqi jonë nuk mund të ketë dot fuqi nëse nuk mbështetet te kryqi i Krishtit. Është kryqi i Krishtit ai që shëron, jo kryqi jonë. Sepse ne mund bëjmë shumë kryqe, e nëse kjo nuk mbështetet në kryqin e Krishtit, ai kryqi për ne ndoshta mund bëhet shkatërrimtar dhe jo shpëtimtar. Dita e sotme që kushtohet kryqit është një ditë meditimi për gjithë secilin nga ne, për të kuptuar që gjithë krishtërimi është ngritur pikërisht në misterin e kryqit. Dhe kryqi i krishterëve nuk është kryqi siç e shikojnë njerëzit, sepse brenda kryqit të Krishtit ndodhet edhe mesazhi i ngjalljes së tij, i mundjes së vdekjes dhe i fitores mbi gjithçka tjetër. Kjo është shpresa jonë. Duke medituar për kryqin, ne duhet ta shikojmë mirë gjithë secili kryqin tonë. Shëni Nokenti i Alaskës, një apostull shumë i madh, i cili përhapi orthodoksinë në kontinentin amerikan dhe më vonë u bë mitropoliti i Moskës, në një libër shumë të bukur të tij, një libër i vogël, flet pikërisht mbi kryqin. Edhe flet mbi këto fjalë që ne sapo tham, që Zoti i drejtohet besimtarëve dhe ndjekësve të tij, që thotë kushdo që do të vijë pas meje, të marrë kryqin e tij e të më ndjekë pas. Dhe i thotë, ç'do të thotë që të mohoj veten e tij njeriu? Mohoj veten e tij njeriu që na kërkon ky Zoti i dashur, do thotë pikërisht këtë gjë, që të mohoj çdo gjë të keqe që ka brenda tij. Që do thotë heqi nga vetja e tij gjithçka që dëmton atë, inate, mërira, zëmrime, mëkate të ndryshme. Kjo do thotë mohosh veten. Kënaqësi që shpeshherë njerëzve mund t'i duket për çastin shumë të mira, po mund sjellin pasoja katastrofike për gjithë secilin nga ne. Zoti na thotë që t'i mohojmë këto gjëra, sepse ne shpesh na duket se mund të jenë të mira, por të janë në kundërshtim me ne. Kryqet nuk janë vetëm të jashtme. Padyshim që kryqet e jashtme janë shumë vështira, siç janë smundje, fatkeqësira e gjithçka tjetër do forcë për të përballuar. Ka dhe kryqe të tjerë, shpesh herë me të drejtë ose të padrejtë, ne mundodhemi në një fushat shpifjesh,
sharjesh, talljesh e gjithçka tjetër. Të gjitha janë këto kryqe. Dhe Shenjë Këhen të shkruan dhe thotë, nëse ne këto do i durojmë thot pas zëmërim, e do i mbajmë thot pa u ankuar, ato do kthehen në qendrës shpëtimi për gjithë secilin nga ne. E megjithatë ai shton thot që ka edhe diçka tjetër akoma më të madhe, janë kryqet e brendshme. Kryqet e brendshme që shpeshherë ndoshta dhe nuk i shohim. Kryqet e brendshme që shpeshherë janë brenda thellësisë nesh. Ne nuk e njohim thellësinë tonë, sepse na mbulon një sipërfaqe e gënjeshtër, e vetë lavdisë, e egoizmi, e pasioneve të ndryshme, e mendimadhësisë, e krenarisë boshe, e cila nuk na lën që të shohim realisht brenda nesh se kush jemi ne. Nëse ne do shohim thellë, edhe Zoti do na ndihmojë që të hapet ajo sipërfaqe që i mbulon e gënjeshtër, do fillojmë të kuptojmë që brenda nesh ka shumë gjëra të cilat nuk shkojnë mirë. Zemra e njeriu shpeshherë është e korruptuar, dëshirat e tij janë të deformuara, dëshira zilije, sharje, diçka tjetër. Ka njerëz që ndoshta mendojnë vazhdimisht kundër njerëzve të tjerë, që ndodhin fatkeqësi të ndryshme, madje edhe mund të gëzohen në fatkeqësitë që ndodhin të tjerëve. Këto janë kryqe të brendshme që ne duhet i njohim e duhet i pastrojmë, sepse brenda njeriu ndodh shpeshherë një shtrëmbërim i madh, e do sy shpirtëror për t'i dalluar, sepse ne kemi sy, por nuk shikojmë. Shpeshherë kemi vesh, por nuk dëgjojmë. Prandaj Zoti thotë shpeshherë kur ka vesh për të dëgjuar që të dëgjojë, sepse për të dëgjuar realisht fjalët e vërteta duhet kuptuar kush jemi ne në të vërtetë. E dita e sotme e kryqit pikërisht na tregon këtë gjë. Kryqi mund të bëhet një thik operacioni, po jo për të na dënuar, po për të na shpëtuar, për të hequr pjesën më të keqe tonë. Prandaj edhe pranimi i kryqeve që Zoti na jep në shpeshherë është një shenjë i besimit tonë. Askujt Zoti nuk i jep një kryq më të madh se sa i mund ta mbajë. E në kohë dëshpërimi, që dhe dëshpërimi është një kryq i madh, ne kemi nevojë për të shpresë. Ju ndoshta keni dëgjuar, ju e kam treguar edhe një herë tjetër, po ja vlen për ta ritreguar. Kur shkrimtari i madh rus Solzhenitsyn ishte në kamp përqendrim, nga vojtët e mëdha, e nga mungesa e shpresës, duke menduar që asnjëherë ndoshta ai nuk mund shpëtonte nga kjo torturë, i lodhur nga puna e vazhdueshme, mendoi thotë, nuk kam më kuptim jeta. E siç po punonin në fush, larg patën atje edhe ujë. Ai e dinte shumë mirë, që rojet do i vinin dhe i thonin të ngrihesh. E nëse nuk do ngrihesh, do rrinin për vdekje, siç kishte parë shumë raste të tjera, por nga dëshpërimi i madh u dërzua. E njëri burgosur tjetër ju afrua pranë, i plaku vjetër, i drobitur koksin e burr, dhe pranë ti bëri me një shkop shenjën e kryqit. Më vonë Solzhenitsyn shkruan, sa pashat e shenjëve mund gjallë përsëri shpresa. E kuptova që kryqi është më i fortë, thotë se gjithë fuqia thotë e madhe e Perandorisë Sovjetike. Me kryqin thotë mund ta kuraja dhe u ngrit përsëri. U ngrit, vazhdoi punën dhe vazhdoi me mesazhin dhe lajmin e tij për gjithçka që kishte ndodhur, duke i treguar botës jo vetëm thjesht besimin e tij, por edhe thellësinë e kuptimit të kryqit. Në çastin e dëshpërimit ne kemi nevojë pikërisht për këtë gjë. Ashtu siç u kresh, ku jemi të lodhur dhe jemi të drobitur, e kemi nevojë për mesazhin e kryqit që ngrihet para nesh, që na tregon se kush është objektivi kryesor. Duke ngritur kryqin në mes të kreshmës, ne kemi arritur në majën e kreshmës dhe po vim në gjysmën tjetër. E nga kjo pikë ne fillojmë të dallojmë rrezet e dritës së Pashkës. Ashtu dhe në jetën tonë të përditshme, kur na kam dëshpërimin për arsye të shpeshherë të drejta ose të padrejta, sepse njerëzit jetojnë me probleme. Dikush është pa punë, ka njerëz të varfër, ka njerëz sëmurë, ka njerëz vetmuar, ka njerëz braktisur. E këto janë kryqe të rënda. E në këto çaste dëshpërimi, një besimtar i vërtet do i di fuqinë e kryqit. Prandaj edhe kryqi ka mbetur gjithmonë shpresa e krishterëve. Ky është thënia poshtë kryqeve që shpeshherë në përkisha thotë kryqi është shpresa ime. E kryqi i Krishtit nuk është kryqi vuajtje, por është një kryq i cili e transformon vuajtjen. Krishterimi nuk ka thënë që njerëzit nuk do kenë vuajtje, as nuk ka thënë që njerëzit nuk do kenë vështirësi, po fuqia e krishterimit është pikërisht në këtë gjë, që jep fuqinë për ta përballuar dhe për ta transformuar atë që shumë njerëz ndoshta mund t'i dëmtojnë. Ky instrument vdekje, i cili ishte një instrument poshtërimi i kryqit, Zoti e ktheu në instrumentin e jetës. E duke e kthyer këtë gjë në jep gjithë shpresën e. Prandaj sot ku ngrem kryqin e Krishtit,
Gjithse kush nga ne le ta mbështesi kryqin e tij te ky kryq, sepse ai kryq do japi atij gjallëri, do japi freskim e do japi shpresë. Amin.